Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Rozmarina në shtëpinë tuaj mund t'ju shpëtojë jetën, ja se si. Rozmarina është një gjethe e cila rritet në klimë të butë mesdhetare. Kjo barishte ofron kaq shumë benefite shëndetësore dhe është mëkat nëse nuk e përfshini në programin tuaj ushqimor. Antioksidues i shkëlqyer. Rozmarina përmban antioksidantë të fuqishëm të cilët mbrojnë trupin nga radikalet e lira. Kjo barishte është antiinflamator, gjithashtu parandalon melanomën dhe sëmundjet e këqija. Efekti antiinflamator. Rozmarina jep rezultate fantastike si një antiinflamator dhe përdoret në lehtësimin e astmës, artritit dhe sëmundje të tjera inflamatore. Padyshim, ka edhe bimë të tjera të cilat munden të japin rezultate të mira dhe të shpejta në uljen e inflamacionit, por rozmarina është sigurisht e dobishme. Ushqim për trurin. Rozmarina është përdorur për të stimuluar sistemin nervor në tru. Ajo është gjithashtu e lidhur tradicionalisht me forcimin e kujtesës. Lufton sëmundjet e veshkave, stresin, rregullon qarkullimin e gjakut, përmirëson tretjen, nxit rritjen e flokëve dhe mbron sistemin tuaj imunitar. Si ta përdorim? Si vaj esencial mundet që t'i përdorim për t'i dhënë ambienteve aromë të mirë ose mundet ta aplikoni në lëkurë. Më përpara konsultoni me dermatologun. Çaj. Mund të përgatisni çaj rozmarine në shtëpi. Zgjini disa fletë rozmarine për 10 minuta dhe konsumojeni lëngun e përfituar. Ushqim. Mund të përdorni rozmarinë të freskët si përbërës në supë ose në gjellë të ndryshme. Rozmarina ofron një mori përfitime shëndetësore të cilat shtrihen përtej rolit të saj si një erëzë aromatike. Ja disa nga përfitimet e shumta shëndetësore të rozmarinës. Shëndeti i njohës dhe rritja e kujtesës. Edhe aroma e rozmarinës mundet që të përmirësoj ruajtjen e kujtesës dhe qartësinë mendore, duke e bërë atë një mjet të shkëlqyer për studentët ose çdo i cili kërkon që të rrisë sasinë e aftësive njohëse, por edhe mbron qelizat e trurit nga dëmtimi. Efektet antioksidante dhe antiinflamatore. Rozmarina është e mbushur me antioksidant tepër të fuqishëm dhe me përbërës antiinflamator. Antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira në trup duke reduktuar stresin oksidativ që lidhet me sëmundjet kronike si sëmundjet e këqija, sëmundjet e zemrës dhe plakja. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj mundet të ndihmojë edhe në uljen e inflamacionit duke mbrojtur nga disa kushte shëndetësore. Shëndeti i tretës dhe lehtësimi gastrointestinal. Rozmarina gjithashtu bën që të shtohet prodhimi i lëngut biliar, i cili mbështet gjithashtu procesin e përgjithshëm të tretjes, duke reduktuar simptomat si fryrja, gazra dhe dispepsia. Ajo mbështet shëndetjen e zorrëve dhe parandalon shqetësimet e tretjes. Mbështetja e sistemit imunitar. Përdorimi i vajit të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës gjatë sezonit të ftohjes apo gripit mundet që të sigurojë mbrojtje shtesë kundër këtyre sëmundjeve të zakonshme. Shëndeti i rrugëve të frymëmarrjes. Thithja e vajit esencial të rozmarinës është e njohur për akumulimin e gjendrave të flokëve duke nxitur rritjen e flokëve dhe duke parandaluar rënien e tyre. Masazhimi i rregullt i vajit të rozmarinës në skalpin e kokës gjithashtu mundet që të ndihmojë edhe në mbajtjen e skalpit të shëndetshëm dhe njëkohësisht pas bokt. Shëndeti kardiovaskular. Rozmarina ndihmon gjithashtu në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, i cili është jetik për shëndetin kardiovaskular.
Madje disa studime tregojnë gjithashtu se rozmarina mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe gjithashtu rrit nivelin e kolesterolit të mirë, duke kontribuar në një zemër më të shëndetshme. Nga ana tjetër, shëndeti mendor dhe lehtësimi i stresit janë një tjetër përfitim. Aroma e rozmarinës është treguar se zvogëlon nivelin e kortizolit, hormonin i cili lidhet me stresin dhe përmirëson humorin. Kështu pirja e çajit të rozmarinës mundet që të nxjisë relaksimin, të zvogëlojë ankthin dhe të përmirësojë mirëqenien e përgjithshme mendore, si edhe duke nxitur një gjumë më të mirë. Shëndeti i lëkurës dhe kundër plakjes. Antioksidantët në rozmarin, veçanërisht acidi rozmarinik, ndihmon në luftimin e shenjave të plakjes dhe përdorimi i vajit të rozmarinës mundet të ndihmojë në ruajtjen e një çere rinore dhe mban lëkurën të hidratuar. Menaxhimi i peshës. Rozmarina njihet për stimulimin e metabolizmit, duke ndihmuar trupin të djegë kaloritë në mënyrë më efikase dhe aroma e saj vepron si një shtypës natyral për oreksin, duke ndihmuar në reduktimin e dëshirave dhe të mbingrënies. Këtu ne do t'ju tregojmë disa mënyra të përdorimit të rozmarinës për flokë të fortë dhe plot shkëlqim. Së pari, rozmarina do t'i dhurojë flokëve tuaj një aromë të mrekullueshme dhe do ta bëjë ngjyrën e tyre më të fortë dhe më të thellë. Gjithsesi, efektet më të rëndësishme kjo erëzi ka tek shëndeti i flokëve dhe skalpit të kokës. Në qoftë se ju vuani nga problemet të zbokthit apo me lëkurën e kokës, rozmarina do t'ju japë zgjidhjen më të shpejtë. Kjo pasti stimulon rritjen e mirë të flokëve, forcimin e rrënjës, shkëlqimin e tyre dhe ju çliron nga stresi. Si ta përgatisni? Në këtë video ne ju këshillojmë 3 mënyra të thjeshta dhe të shpejta që gjithsecili mundet t'i përgatisë në shtëpi. Vaji i rozmarinës. Për të përgatitur vajin e rozmarinës nuk do t'ju duhet asgjë e veçantë përveç se një tufë nga erëza dhe pak vaj ulliri. Merrni 1 ose 2 deg rozmarin dhe vendoseni në një enë apo shishe qelçi hermetike. Mbusheni atë me vaj ulliri derisa rozmarina të mbulohet plotësisht dhe mbylleni mirë me kapak. Këtë enë lëreni në një vend të errët dhe të thatë për 1 muaj dhe më pas do të jetë gati. Aplikojeni vaj në flokë të thatë përpara se ju të bëni dush. Bëheni këtë që nga rrënja e flokëve dhe deri në maja dhe mbajini për 1 orë në mënyrë që rozmarina të veprojë. Uji i rozmarinës. Një tjetër mënyrë e lehtë dhe shumë natyrale e përdorimit të rozmarinës është nëpërmjet zgjerrjes së saj me ujë. Për të përfituar shumë lehtë flokë të butë dhe të shkriftë, ndiqni këto këshilla. Mbushni një tenxhere me ujë, vendoseni në zjarr të ziej dhe shtoni brenda disa degë rozmarine. Kur uji të jetë zjerë plotësisht dhe rozmarina të ketë lëshuar të gjithë ekstraktin e saj, fikeni zjarrin dhe lëreni të ftohet pak. Më pas kullojeni ujin me kujdes dhe mund ta shpëlani kokën me të menjëherë pas dushit. Gjithashtu mund ta ruani në shishe të vogla dhe të lyeni flokët çdo herë pasi bëni dush. Tonik me rozmarin. Për këtë trajtim do t'ju duhet një përzierje gjithë çfarë mësua deri më tani. Në një shishe, hidhni gjysmë litri ujë të nxehtë, 5 lugë gjelle ujë rozmarin, si ai që shpjeguam dhe 10 pika vaj rozmarine. Lëreni ujin të ftohet dhe më pas aplikojeni këtë tonik tek rrënjët e flokëve si një trajtim kundra zbokthit dhe problemeve me skalpin. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!